i lëndrimit edhe Klodit, mas një ballafaqimi, jo po bashkëpunimi me Grande Fratellën, edhe disa sukseset të tjera, po flasim për rekorde shikueshmërisë gjithandej kufitës shqip dhe jo vetëm. Dhe ndër të tjera ajo poston edhe një fotografi ku thotë ky është një moment shumë emocionues kur shtëpia vjetër e një sezoni me sukses absolut ja lë vendin shtëpisë së re. Dhe duket që zyrtarisht kanë filluar punimet në shtëpinë më të famshme në vend. Edhe kjo e tregon afërsinë e datës, se sa më shpejt që fillojnë ndërtimet, ne e dim që po punohet intensivisht, tash sa kohë, po klani Kosova ka shumë surpriza, jo vetëm Big Brother, kështu që po punohet në të gjitha njëkohësisht, e zyrtarisht e kena pas një konfirmim nga Ursat që kanë filluar edhe ndërtimet brenda shtëpisë. Pra Vesa, po afron? Po, besoj që ka tetore, veç duhet me qenë gati për me fillu, si zakonisht, edhe me gjithë përpres, me po, që kanë me bu si vjetë. Qëre, unë menoj që të gjithë kemi dëgjuar emrat personazheve që munden me qenë pjesë e këtij formati. Kështu që më intereson me ditë Vesa te a ke dëgjuar në emër ose kënd kishe pas qef me pas si emër? Kam dëgju se faktikisht tash me njëherë fillojnë spekulimet e para kush mundet me qenë pjesë. E kam thonë edhe me një intervistë të shoqit që zakonisht që të periud janë nisin me dalë shumë në intervista do persona që nuk dalin kështu shumë shpesh, edhe tani me njëherë aludohet që ata kanë me qenë pjesë e formatit, po në diçka konkrete të sigurt nuk është që di kështu që